Cili është ai faktori që do duhet të jetë në nivelin e duhur për të avancuar pozicionin e femrës shqiptare në përgjithësi, në veçanti për ato të cilat marrin përgjegjësi, sikur ju që keni marrë përgjegjësi, e kam fjalën, duhet të emancipohet burri, mashkulli, apo duhet luftuar vetë femrat? E para fillon me shkollimin. Na kemi shkollimin fillor obligativ. Shkollimin e mesëm nuk e kemi obligativ. Fatkeqësisht edhe sot, ka vajzat që nuk shkojnë shkollë të mesme. Këtu fillon problemi parë. Kur emancipohet edhe kur ngritet lart arsimimi dhe niveli i arsimimit në Kosovë, studimet e pastaj studimet postdiplomike e tjerë, rruga për të marrë me një profesion të caktuar edhe me politikën si profesion do të jetë më e lehtë. Shpesh herë fatkeqësisht sfidat, pengesat i detyrojnë njerëzit me u nalë dhe me u tërheq. Por na jemi këtu për t'u sfidu dhe për t'i shtyr ato përpara. Kështu që nuk ka të bëj vetëm me emancipimin e burrit, ka të bëj me emancipimin e të gjithëve, e të gjithë shoqërisë. Sepse emancipimi i të gjithëve na çon përpara të gjithëve, qoftë burrin, qoftë gruan.